Kryeministri Edi Rama ishte një javë më parë në Arabinë Saudite dhe më pas udhtoi drejt Parisit për të marrë pjesë në forumin e paqes. Në këtë forum, Rama ishte një nga të ftuarit që dha leksionin e radhës, ndërsa në rrjetin social publikoi një seri fotosh me personalitete të ndryshme pjesëmarrës në këtë forum. Në fotot e publikuara, kryeministri ka kushtuar rëndësi pritjes që presidenti Emmanuel Macron i bëri takimeve me të, por mungojnë fotot me një personazh që ishte pjesë e eventit dhe që vetë Edi Rama e ka cilësuar vëlla. Bëhet fjalë për Alex Soros, djalin e manjatit George Soros, një prej mbështetësve kryesor të linjës së kryeministrit Edi Rama. Soros po konsiderohet si një nga armiqtë e presidentit Donald Trump, madje si financuesi ekstremit të majt, përfshirë edhe Antifan. Dhe pikërisht Alex Soros ka publikuar foto nga ky event, ku ai shoqërohet nga bashkëshortja e tij, Huma Abedin. Një prej fotove të publikuara në Instagram nga Alex Soros është edhe ajo me Edi Ramon. Madje kryeministri shfaqet duke qeshur në krah të Alex Soros, që ndoshta në një tjetër kohë do e publikonte me shumë dëshirë. Mbrëmja e takimit të javës së kaluar në Elize. Faleminderit president Macron për një tjetër takim të shkëlqyer, shkruan Alex Soros duke publikuar fotot. Nuk dihet pse Rama në profilin e tij në rrjetet sociale nuk ka publikuar foton me Alex Soros, të cilin e konsideron si vëlla, madje ishte një nga njerëzit e rëndësishëm të ftuar në dasmën e tij, ku mbajti edhe një fjalim. Kjo nuk është hera e parë që Edi Rama nuk publikon foto me Alex Soros, të cilat më pas publikohen nga djali i manjatit që ka marrë drejtimin e fondacionit Soros. Në shkurt të 2025-s, ishte po Alex Soros që zbuloi një takim me kryeministrin Edi Rama gjatë një konference për siguri në Mynih, ndërsa kreu i qeverisë u tregua i kujdesshëm në atë kohë, duke mos publikuar asnjë foto.